përmendën dy filozofë, kjo jashtë protokollit të misionit, po patjetër që më intereson mendimi juaj. Shkolla aristoteliane e thatë në fillim të misionit edhe u përmend Platoni. Tani nëse unë s'jam gabim, Aristoteli ka qenë nxënësi Platonit, mirë për kanë pas edhe kundërthënie. Na tregoni ju si person i njohur që lexoni shumë, sa që nuk kemi kohë dhe folë gjithë ato vepra që keni lexuar, e shkruani shumë, cili është dallimi dhe a është më mirë ne si shoqëri shqiptare ta përkrojmë filozofinë Platonit, që ka qenë pak ma, ta quajmë, ma shpirtërore, mendoj unë, apo materialen Aristotelit. Tash ne nuk kemi në atë nivel shoqërie që të bëjmë zgjedhjet për çfarë. Ato të gjithë kanë vënien e vet. Kanë gjithë veten e vet. Aristoteli me mendimin e tij, me atomin, me teatrin ka pas shumë. Ky në zhvillimin shoqëror e tjerë, të dy në zhvillimin shoqëror. Kështu që natyrisht si gjithmonë të mëdhejt kanë edhe kontradikta midis tyre, nuk janë se. Kështu që ajo është baza që duhet fut në shkolla për si mendim, po pastaj me kalimin e jetës ato vinë vetvetiu që të tërheqin.